Prej afro 3 vitesh, gryka e Vilunit në plazhin e Velipojës është bllokuar nga mospastrimi i rërës. Për ekspertin e mjedisit Ervis Krymbi, bllokimi i grykës së Vilunit në plazhin e Velipojës është një problem i hershëm që dëmton ekosistemin dhe ju shkakton dëme ekonomike peshkatarëve, pasi peshqit nuk lëvizin nga mosqarkullimi i ujrave. Është shumë e rëndësishme që këto sistemi lagunor, sidomos laguna e Vilunit, kërkon një vëmendje jashtëzakonisht shumë të madhe pikërisht në qarkullimin e saj, në lidhjen e saj me detin. Arsyeja sepse duke qenë se ndryshe lagunat quhen edhe si veshka natyrore të qarkullimit të ujrave, kjo pengesë këtu nuk do të bante gjë tjetër vetëm se do të sillte një dëm jashtëzakonisht shumë të madh në brendësitë e lagunës, në biodiversitetin e saj. Sipas peshkatarëve dhe ekspertit të mjedisit, e vetmja mënyrë për ta pastruar grykën e Vilunit është përmes një anije të posaçme që përdoret për thellimin e ujrave. Po normal se me kanë gryka hapën është më mirë, po tamam vetëm draga. Tana grykat në përgjithësi vetëm me draga pastrohen. Do me thelluat grykdalin, për ndryshet aja e depoziton prap materialin aty. E hapin sot, nesër me ullet. Unë para 2 ditëve kam kaluar kom. Sot çojnë det prapë me ull. Këtë cek tash po ka rrellës mundem me kput. Do me që me rashi për mëth në herë atje, plus ka një tesën peshkatarët, si gjujnë edhe s'munden me hinë det me gjujnë. Afro 6 muaj më parë, Drejtoria Rajonale e Bordit të Kullimit në Lezhë e pastroi grykën e Vilunit përmes eskavatorëve, por ajo ndërhyrje nuk rezultoi efikase, duke u bllokuar sërish.